Asnjë sportist shqiptar nuk u gjet në listën e 22 sportistëve që qeveria u ndau mirënjohje kombëtare për arritjet më të larta në sport. Mirënjohjet u ndanë në sallën e qeverisë, në të cilën morën pjesë figura të larta nga sporti, por nuk mori pjesë zëvendës ministri e sportit Safie Sadiku Shahini. Kryeministri u përgjigj edhe për atë se pse në këtë listë nuk ka shqiptar. Dikush edhe në momente të këtilla je porosi politike për ndarje, dua të theksoj se në kategorinë e sporteve individuale suksese të larta, nëse e ndajmë në përqindje, sportistët që marrin pensione të përhershme janë 47% Maqedonas, më shumë se 20% janë shqiptar dhe pjesa tjetër e komuniteteve. Tha se këto mirënjohje shkojnë për sportistët që me sukseset e tyre kanë ngritur dhe respektuar himnin, flamurin dhe identitetin Maqedonas. Duke fituar tituj europian si Euroliga dhe Liga e Kampionëve, e kanë promovuar shtetin, e kanë promovuar himnin Maqedonas dhe flamurin. Për ne është shumë e rëndësishme si shtet që është në zemër të Ballkanit, do të thoja e vogël në numër, të fitojmë jo vetëm këtu në vendin ton, por të fitojmë edhe në skenën ndërkombëtare. Në mesin e sportistëve që morën mirënjohje dhe beneficione tjera ishin ish-kapiteni i kombëtarës në futboll Goran Pandev, ish-kapiteni i Maqedonisë së Veriut në handball Kirill Lazarov, ish-përfaqësuesi i Maqedonisë së Veriut në basketball Pero Antic dhe sportistë të tjerë që kanë arritur suksese me ekipe vendore dhe ndërkombëtare.